Trishtimi funksional është një term jo i zakonshëm në bisedat tona të përditshme, por është një problem real. Çfarë është trishtimi funksional dhe si mund të dalim nga kjo gjendje? Na ndiqni në programin Shpresë për ty, për më shumë informacion dhe për më shumë inkurajim. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton të sotëm, që si gjithmonë do t'ju përcjell informacione të dobishme për çështjet e jetës së përditshme. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Sot do të flasim për një temë që prek shumë njerëz, edhe pse shpesh nuk flitet hapur. Do të flasim për trishtimin funksional. Ndoshta edhe ju që po na dëgjoni në këto momente jeni duke përjetuar diçka të tillë. Nga jashtë dukeni të forta, plot gjallëri e të qeshura. E bëni punën tuaj, kujdeseni për familjen, kryeni detyrimet e përditshme, por brenda vetes ndjeni një peshë, një boshllok, një trishtim që nuk shpjegohet lehtë. Kjo është gjendja që quhet trishtim funksional, kur vazhdon të funksionosh në jetën e përditshme, por zemra jote është e lodhur dhe e rënduar. Në një nga programet tona të mëparshme, ne kemi folur për shterimin emocional dhe në fakt, Dena, para se të flasim më gjatë për trishtimin funksional, do të doja të bënim dallimin midis shterimit emocional dhe trishtimit funksional. Këto dy probleme shpesh mund të duken të ngjashëm, por në fakt janë dy gjendje të ndryshme, si në shkaqe, ashtu edhe në mënyrën se si shfaqen. Ja disa dallime kryesore. Shterimi emocional lidhet më shumë me mbingarkesën afatgjatë, kur energjia mendore dhe emocionale është konsumuar nga stresi, përgjegjësitë, marrëdhëniet ose kërkesat e vazhdueshme të jetës. Është si një lloj zbrazje e baterive të brendshme. Nga ana tjetër, trishtimi funksional lidhet me gjendje humori të ulët, zakonisht si reagim ndaj situatave të vështira, humbjeve ose zhgënjimeve. Është një ndjenjë thellë mallëngjimi apo boshllëku, por jo gjithmonë e lidhur me mbingarkesën. Gjithashtu, shterimi emocional shfaqet gradualisht dhe shpesh zgjat për një periudhë më të gjatë, nëse nuk ka pushim apo ndryshim, pra është gjendje kronike. Trishtimi funksional mund të jetë i fortë, por zakonisht është i përkohshëm dhe mund të lehtësohet me kalimin e kohës ose me përballje të shëndetshme. Pra, dallimi kryesor është se shterimi emocional është pasojë e një lodhjeje të zgjatur dhe konsumimit të burimeve të brendshme, ndërsa trishtimi funksional është një përgjigje emocionale normale ndaj situatave jetësore. Faleminderit që e bëre këtë dallim, Arta. Besoj që tani e kemi më të qartë se shterimi emocional dhe trishtimi funksional janë dy gjëra të ndryshme. Shkaqet e trishtimit funksional janë nga më të ndryshmet. Shpesh fillon nga stresi i përditshëm dhe përgjegjësitë e shumta që na marrin frymën. Ndonjëherë lidhet me ngjarje që nuk i kemi përpunuar, si humbje, ndarje, apo zhgënjime që kemi zgjedhur t'i shtym më njanë. Ka raste kur trishtimi funksional vjen nga mungesa e komunikimit, kur nuk kemi me këtë ndajmë ndjenjat dhe e mbajmë gjithçka brenda. Dhe herë të tjera, lidhet me pritshmëri të larta, me atë ndjenjën se duhet të jem gjithmonë i fortë dhe nuk mund të tregoj dobësinë time. Për disa, madje, kjo gjendje ka edhe një bazë biologjike apo psikologjike që kërkon më shumë kujdes. Nëse trishtimi funksional nuk trajtohet, ashtu si çdo problem tjetër, ka pasoja. Fillimisht, ai sjell lodhje të vazhdueshme emocionale, ndihesh se kur nuk e energji edhe kur nuk e bër shumë gjëra. Më pas vjen izolimi i brendshëm, kur je mes njerëzve por ndihesh vetëm, asgjë nuk të sjell kënaqësi të plotë dhe dal nga dal jeta humbet ngjyrat e saj. Shpesh shfaqen edhe probleme fizike si pagjumësia, dhimbja e kokës apo tensioni trupor. Nëse nuk trajtohet në kohë, ky trishtim i fshehur mund të shndërrohet në një depresion të thellë. Trishtimi funksional është i padukshëm, por real. Nëse ndjeni këtë gjendje, mos e shpërfillni. Kërkoni ndihmë, ndani barrën, kujdesuni për veten. Jeta ka gjithmonë ngjyra që mund të rikthehen, edhe kur mendoni se gjithçka është zbehur. Mos harroni, edhe pas ditës më të errët, dielli lind sërish. Trishtimi funksional nuk lind rastësisht. Ai është rezultati disa faktorëve që ndikojnë jetën tonë të përditshme,
shpesh pa e kuptuar. Së pari, kemi stresin dhe presionin e përditshëm. Shumë njerëz jetojnë me kalendar të mbi ngarkuar, duke vrapuar nga një detyrë tek tjetra. Edhe kur trupi ecën përpara, mendja dhe zemra fillojnë të ndihen të lodhura. Ky presion i vazhdueshëm, pa momente pushimi dhe reflektimi, e ngarkon shpirtin me një trishtim të fshehur. Një tjetër shkak për trishtimin funksional janë ngjarjet e pashprehura emocionale. Mund të jetë një humbje një njeriu të dashur, një ndarje, një zhgënjim i madh, ose edhe një fëmijëri e mbushur me plagë emocionale. Kur këto përvoja nuk përballen e nuk shërohen, ato mbeten brenda nesh si një plagë e fshehur që vazhdon të dhembë. Gjithashtu, mungesa e komunikimit të sinqert është një tjetër faktor që ndikon në trishtimin funksional. Shumë njerëz nuk kanë me këtë ndajnë ndjenjat e tyre të vërteta. Ata buzëqeshin përpara të tjerëve, por brenda mbajnë pikëllim të pathënë. Me kalimin e kohës, ky izolim emocional e bën trishtimin edhe më të thellë. Një tjetër shkak i trishtimit funksional lidhet me perfeksionizmin dhe pritshmëritë e larta. Shpesh ne mendojmë se duhet të jemi gjithmonë të fortë, të suksesshëm, të buzëqeshur. Nuk i lejojmë vetes të tregojë dobësi nga frika se mos dukemi të brisht, por kjo maske vazhdueshme na lodh dhe na shkakton një trishtim të fshehur. Dhe le të mos harrojmë Dena se trishtimi funksional mund të ketë edhe shkaqe biologjike ose psikologjike. Disa njerëz janë të prirur më shumë për të përjetuar depresion për shkak të ekuilibrit hormonal ose gjendjes së tyre emocionale të trashëguar. Sigurisht që ky nuk është faji i tyre, është një realitet që kërkon mirëkuptim dhe ndihmë. Por trishtimi funksional nuk është vetëm një gjendje emocionale e fshehur, ai sjell pasoja të dukshme në jetën tonë të përditshme, shpesh pa e kuptuar se çfarë po ndodh. Së pari, një nga pasojat më të zakonshme është lodhja e vazhdueshme emocionale. Edhe pse keni fjetur mjaftueshëm, sërish zgjoheni të raskapitur. Nuk bëhet fjalë vetëm për lodhje fizike, por për një mungesë energjie shpirtërore. Çdo ditë duket sikur është një barë e rëndë që duhet të mbash me forcë. Një tjetër pasojë e trishtimit funksional është izolimi i brendshëm. Mund të jeni mes njerëzve, të qeshni në biseda, të merrni pjesë në aktivitete, por brenda vetes ndiheni vetëm. Ky kontrast i brendshëm shpesh e shton ndjenjën e zbraztisë, sepse ju duket sikur askush nuk e sheh gjendjen tuaj të vërtetë. Trishtimi funksional sjell gjithashtu pakënaqësi me jetën. Edhe kur arrini diçka nuk gëzoni plotësisht. Suksesi, pushimi apo gëzimet e vogla nuk ju mbushin si më parë. Zemra nuk i shijon momentet dhe jeta fillon të duket si një zinxhir detyrash që thjesht duhet i përmbushni. Por pasojat e trishtimit funksional nuk mbeten vetëm në nivel emocional. Ato prekin edhe shëndetin fizik. Shumë persona përjetojnë pagjumësi ose flen tepër, por pa pushuar. Dhimbjet e kokës, tensioni muskulor, lodhja e paqartë trupore janë shenja të zakonshme që lidhen me këtë gjendje. Trupi ynë flet përmes simptomave, kur zemra dhe mendja janë të lodhura. Një tjetër pasojë e trishtimit funksional është edhe ulja e produktivitetit dhe e përshëndrimit. Personi që përjeton trishtim funksional e kryen punën, por shpesh pa dhënë maksimumin. Përshëndrimi bie, kujtesa dobësohet dhe mendimet shpesh shkojnë tek ndjenja e zbrastisë. Në pamje të parë dukeni funksional, por brenda ndjeni se nuk po përfundoni asgjë. Duhet të theksojmë Dena se ashtu si çdo problem tjetër, nëse trishtimi funksional shpërfillet për një kohë të gjatë, ai mund të çojë drejt depresionit të thellë. Nga një trishtim i fshehur që e mbajmë nën kontroll, ai mund të rritet deri në një gjendje ku jeta humbet kuptimin dhe shpresa venitet. Prandaj është thelbësore ta njohim dhe ta pranojmë këtë gjendje. Pasojat e trishtimit funksional janë një thirrje e brendshme që na thon: kujdesu për veten, mos e shpërfill zemrën tënde. Megjithatë, pas gjithë gjërave që tham më sipër, ka mënyra për të dalë nga gjendja e trishtimit funksional, por kjo kërkon guxim dhe përkujdesje të vazhdueshme për veten. Ja disa hapa për këtë. Së pari, pranoni emocionet tuaja. Shumë njerëz përpiqen të mbajnë maskën e forcës, duke menduar se ndjeshmëria është dobësi. Por të lejosh veten të ndjesh trishtim, lodhje apo boshllëk është një hap i shëndetshëm. Pranimi është themeli i shërimit. Një hap tjetër shumë i rëndësishëm është të flisni me dikë që i besoni. Mund të jetë një mik i ngushtë, një antar i familjes apo një psikolog. Kur fjalët e pathëna marrin formë, pesha e brendshme lehtësohet. Mos harroni, ndarja e dhimbjes e përgjysmon atë.
Për shumë njerëz funksionon edhe ditari emocional. Shkruani mendimet dhe ndjenjat tuaja çdo ditë pa e gjykuar veten. Ky proces I thjesht ju ndihmon të kuptoni më mirë veten dhe shpesh sjell qartësi aty ku gjithçka duket e mjegullt. Një tjetër element praktik është kujdesi për trupin. Gjumi I rregullt, ushqimi I shëndetshëm dhe aktiviteti fizik ndikojnë drejt për drejt në gjendjen emocionale. Kur kujdesemi për trupin, edhe shpirti ndihet më I lehtësuar. Është e domosdoshme gjithashtu të vendosni kufi të shëndetshëm. Thoni jo kur ndiheni të mbi ngarkuar. Shumë njerëz që përjetojnë trishtim funksional e kanë të vështirë të refuzojnë, duke marrë mbi vete më shumë nga sa munden. Një hap tjetër I dobishëm është krijimi I rutinave që sjellin gëzim. Mund të jetë një ecje në natyrë, një hobi I harruar, dëgjimi I muzikës që ju qetëson, apo një kafe me një mik të mirë. Këto gjëra të vogla nuk e zhdukin dhimbjen, por e bëjnë zemrën më të butë dhe ditën më të lehtë. Dhe në fund, mos harroni. Nëse trishtimi vazhdon për një kohë të gjatë, mos hezitoni të kërkoni ndihmë profesionale. Psikoterapia nuk është shenjë dobësie, por një investim I madh për shëndetin tuaj emocional. Një profesionist mund të ndihmojë të zbuloni rrënjët e trishtimit dhe t'ju jap mjetet për ta përballuar. Jemi sërish në studio Mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit folëm për trishtimin funksional, shkaqet, pasojat dhe disa hapa për të dalë prej tij. Por a e dini se gëzimi I Zotit është forca jon? Këtë shprehje e gjejmë të përmendur në Bibël në librin e Nehemias. Nehemia, një shërbëtor besnik I Perëndis, u përball me sfida dhe kundërshtime të shumta, teksa kërkonte të rindërtonte muret e Jeruzalemit. Pavarësisht vështirësive dhe rrethanave dërmuese, ai shpalli: "Mos u trishtoni, sepse gëzimi I Zotit është forca juaj." Kjo do të thotë se kur ne e gjejmë gëzimin ton tek Zoti, forca jon për të rihet dhe gjallërohet. Është një thirrje për të gjetur besimin, shpresën dhe guximin në praninë e Perëndis. Kur I besojmë Atij plotësisht dhe mbështetemi në premtimet e Tij, zemrat tona mbushen me gëzim dhe ky gëzim bëhet themeli I forcës son. Perëndia nuk varet nga rrethanat tona. Është një gëzim I thellë, I shndrueshëm, që vjen nga të diturit se ne jemi të dashur, të falur dhe të fuqizuar nga Perëndia. Kur lidhemi me gëzimin e Zotit, ai bëhet burim qëndrueshmërie dhe durimi. Ai na jep forcë për të qëndruar përballë vështirësive, për të kapërcyer pengesat dhe për të qëndruar besnik në besimin ton. Shpreha gëzimi I Zotit është forca ime, është një deklaratë e fuqishme që ka kuptim të thellë shpirtëror. Ajo na kujton burimin e jashtëzakonshëm të forcës dhe fuqizimit që vjen nga marrëdhënia jon personale me Perëndin. Bota ku jetojmë mund të jetë e vështirë dhe raskapitse. Çdo ditë ne përballemi me sprova, tundime dhe vështirësi që lehtësisht mund ta dobësojnë vendosmërinë tonë. Megjithatë, gëzimi që gjendet tek Perëndia na bën të jemi fitimtar mbi çdo gjë. Është thelbësore që, si të krishterë, ne të kultivojmë një kulturë gëzimi edhe kremtimi. Duke I kujtuar vetes vazhdimisht gëzimin që kemi në Zotin, ne mund të inkurajojmë njëri tjetrin, të frymëzojmë rritjen dhe të forcojmë dëshminë tonë për botën. Prandaj, le ta përshafojmë këtë të vërtet dhe të lejojmë që gëzimi I Zotit të jetë forca jon. Ndoshta dikush nga ju mund të jetë duke pyetur veten, si mund të na jap forcë gëzimi I Zotit? Para se të flasim për forcën që sjell gëzimi, duhet të kujtojmë se gëzimi ynë I ka rënjë tek Perëndia. Ai është burimi. Ai nuk varet nga rrethanat tona, por nga marrëdhënia jon me të. Psalmi 16 vargu 11 thot: Ti do të më tregosh tegun e jetës, ka shumë gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde, ka kënaqësi në përjetësi. Kjo na thot se gëzimi I Zotit është I pandryshueshëm dhe në dispozicion për të gjithë ata që e kërkojnë. Kur përjetojmë gëzimin e Zotit, ai sjell një ndryshim në këndvështrimin ton, duke na ndihmuar të shohim sfidat e jetës me një sy frymëror, duke u përshëndruar te besnikëria dhe premtimet e Perëndis, në vend që të rëndohemi nga rrethanat. Kjo perspektivë re na mbush me forcë, sepse ne kuptojmë se gëzimi ynë nuk varet nga ajo që po kalojmë, por nga ai që ecën pranesh.
Gëzimi i Zotit vepron si një mburoj që ruan zemrat dhe mendjet tona, kur gjendemi në mes të sprovave dhe mundimeve. Kur shpirti ynë është i ankoruar në gëzimin e Zotit, ne jemi në gjendje të përballojmë vështirësitë me qëndrueshmëri dhe durim, siç shkruan apostulli Paul tek Romakëve 5 vargje 3 dhe 4, dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. Gëzimi i Zotit ushqen qëndrueshmërinë tonë, duke na lejuar të vazhdojmë përpara edhe në kohët më të vështira. Kur lidhemi me gëzimin e Zotit, ne fuqizohemi për punën e mbretërisë. Ai ndes brenda nesh një pasion për të ndarë dashurinë e Krishtit dhe për të bërë dishepuj. Siç na kujton Nehemia, kapitulli 8, vargu 10, mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj. Ky gëzim na fuqizon të dalim me besim, të shërbejmë të tjerëve me vetmohim dhe të shpallim me guxim Ungjillin. Ai na jep forcë për të përmbushur urdhërimin e madh dhe për të lënë gjurmë përjetësisht. Gjetja e gëzimit në Zotin nuk është thjesht një emocion i përkohshëm, por një gjendje e thellë dhe e qëndrueshme e qenies sonë. Është një zgjedhje që mund ta bëjmë çdo ditë, pavarësisht rrethanave. Dhe ja se si mund ta gjejmë gëzimin në Zotin. E para, kërkojeni Zotin me gjithë zemër. Kjo do të thotë të gjejmë kohë për lutje, për leximin e Biblës dhe për të medituar mbi fjalën e Tij. Teksa i afrohemi Atij, ne do të përjetojmë praninë dhe gëzimin e Tij në një mënyrë më të thellë. E dyta, kultivoni mirënjohjen. Mirënjohja është një element kyç për të gjetur gëzimin në Zotin. Merrni kohë çdo ditë për të numëruar bekimet tuaja dhe për të falendëruar Perëndin për mirësinë e Tij. Mirënjohja e zhvendos fokusin ton nga ajo që na mungon tek ajo që kemi, duke e mbushur zemrën me gëzim dhe kënaqësi. E treta, dorëzojuni Perëndis dhe besoni. Lënia mënjan e planeve tona dhe dorëzimi ndaj vullnetit të Perëndis janë thelbësore për të gjetur gëzimin në Zotin. Besoni se planet e Tij për ne janë të mira, edhe kur gjërat nuk shkojnë siç presim ne. Dorëzimi i dëshirave tona dhe besimi në urtësinë e Perëndis sjellin një paqe dhe gëzim të thellë. E katërta, shërbejuni të tjerëve. Gëzimi në Zotin shpesh gjendet kur u shërbejmë të tjerëve me vetmohim. Kërkoni mundësi për të qenë një bekim për njerëzit rreth jush, qoftë brenda komunitetit të kishës, qoftë në jetën e përditshme. Shërbimi ndaj të tjerëve me dashuri dhe dëmshuri sjell gëzim, si për ata, ashtu edhe për ne. Dhe kemi mbërritur kështu mikesha të dashura në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.